Çfarë ndodhi konkretisht? Vllai ka ikur ka një muaj në Greqi, te fëmijët, do kalonte Pashkët dhe do vinte. Mirë po, do t'i mbrëm, unë para 2 ditësh isha këtu, kontrollova, s'kishte gjë. Mirë po kala një komshi këtu ai që vjen për ditë për t'u shkyrë qenin. Mirë po, kur kisha ardhur sot mbjes, kishte gjetur një person këtu në dritarët. Me vrap kishte lajmëruar policinë, lajmëroi dhe vllana dhe vllai më mori mua se kisha mund çelsat të shtëpisë. Erdha këtu, e këta të policisë, bën verifikimet tëra, ai na kishte ardhur fillimisht se thyra të xhamin aty të dritarit, po s'kishte gjetur gjë aty si mas asaj. Dhe ardhur ka qenë dritarja këtu e shtëpisë. Këto xhama këtu janë të vegjël, mi pa i ka tentuar që të futet aty. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Në mëngjes, ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin, e gjeti të vdekur të në xham. Kjo është një zonë që njihet për rrjedhje apo nuk ka? Po unë nuk jetoj këtu, prandaj unë jetoj larg, po erdha se kisha çelsat e shtëpisë që mori policia. Po, e lajmëron vllan. Patjetër i shokuar. Po, patjetër, nuk diskutohet. Çfarë të hyn tjetrin në shtëpi, edhe me hijet bën. Megjithatë ai ishte nisur do kthehet. Sa më shpejt. Çfarë moshi kishte personi? Ky do të ishte te 35 vjeçat. Mendoni se mund të jetë njëri? Nuk di gjë, nuk njoh fare këtu në zonë jam. Nuk e di. Policia më pyeti, ishte fytyrë pa parë, ishte me kapuç, i rregull tamam me doreza. I përgatitur për vjedhje. Po, i përgatitur për vjedhje. Po, nuk ishte as i kartë identiteti nga një gjë, nuk ishte në xhep. E kontrolluan ata policë, po, ata e kontrolluan. Erdha ata zjarr fiksës, pastaj e morën. Se kush ishte personi, akoma nuk është i pa identifikuar. Se ne ka fiku drita të s'po gjejnë do. Anë shtyllët, shtyllë do kështë në i sati. Sati shpe... Mirë bëjë lajmë, Shko ka pa, te ka thyrë me kaçavi që ka... Nuk e di se për s'kes gjungë tjetë më i vegën. Ku se di se do këtë begur ku, e? Jo, një muaj ka i ka ikun. Një muaj ka qenë. Një muaj i ku të nesër. Vjedhur në i ri, rreth në zetar. Në borjetën. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Në mëngjes, ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin,